tension, ma ke thënë edhe herë tjetër në studio, që nuk ka asnjë forcë që të më ndali, sepse për këtë fytyrë jeton njeriu e të gjitha. Pse gjithë ky revansh? Merr kërcënime? Po, patjetër. Patjetër. Pra, në fillim fare u tentua me oferta. Deri ku shkohet? Deri te kërcënimet, deri tani në një farë, pra tentohet, u tentua në fillim pjesa që çfarë do, dhe ata e din çfarë përgjigje u kam dhënë. Pra për të blerë. Patjetër, ata e din, edhe niveli më i lartë, e din shumë mirë, se ndoshta na ndjekin, e din shumë mirë te përgjigjen që u kam dhënë. Tentuan pastaj tentativat për takime, për gjëra, të gjithat i kam refuzuar, e vetmja formë takimi imja është në studio, o dalun gënjeshtar, o dalin që gënjen ata, nuk e di domethënë. Atë diskutojmë të vërtetat, se cila anë. Unë nuk po fshihem. Po dikush që nuk do të dali në studio, ama disponon një dokument, diçka që duhet të ta japi dhe një herë shumë mirë të ma dërgoj me post. Unë 24 punoj. Nuk kam pse takoj njeri. Shiko, është evidente situata. Osmani thjesht po i bën një shërbim publik të jashtëzakonshëm vendit, qytetarëve, situata është evidente, shifrat flasin vetë, mos harrojmë, nuk janë fjalë të thëna as nga një gazetar, as nga një mjek, qoftë dhe politikan, janë edhe shifrat të cilat janë bërë publike, janë të mbretu me forcë, siç ishte fakti që Banka Botërore e denoncoi. 51% e shpenzimeve vinë nga xhepat e qytetarëve për të marrë shërbim. Në fakt, në vitin 2021, ajo shifër, po nga ato informacione, arriti në mbi 60% e shpenzimeve pagueshin nga xhepat e qytetarëve në një sistem i cili u trumbetu dhe u propagandu me forcë si falas. 23 ora, Osmane, dikon televizive. Vetëm 10 sekonda, se tani dhe më thënë tentuan, më thonë që ti je shitur, ty të pagua një i blerë, etjere. Në gjitha format e mesazhe, etjere. E fundit të lutem se ka lajme. Unë për shëndetësin kur nuk do shitem, jo vetëm për shëndetësin, por për çdo gjë, por për shëndetësin njerë, as do shitem, as do blihem nga askush, edhe koha do të tregoj se ku do shkoj me denoncimet e mia dhe çfarë rëndësie do kenë këto për edhe ata pacientët cilët apo ata njerëz të cilët thonë ti je shitur, je i bler. Unë fytyrën nuk e shes se nuk e blej, koha do e tregoj, koha do jetë dëshmitari i gjitha këtyre. Atëherë një sqarim, siç e nisa do ta mbyll, për çdo pretendim të cili do mjek apo çdo emër që Osman Stafa përmendi sot është i mirëpritur këtu në emision të jetë me mua në studio për të folur dhe për të ballafaquar me publikun, ndoshta edhe për të dhënë qëndrimin vet një mjek nëse do të flasi këtu, qoftë edhe pa Osmanin, sepse Osmanin e dëgjuam tani, kështu që po jo do të shkoj pastaj një emision, unë një emision të tjerët. Jo, po mirë, tani një, okay. Ky do ishte rasti më i mirë. Shumë faleminderit Osman për gjitha informacionet, faleminderit shumë zoti Spahia edhe pse në përgjendje me mua në studio. Të nderuar shikues, ishte emisioni për këtë të premte, ju lë takim nesër në orën 17. Shumë faleminderit për vëmendjen tuaj që tregoni gjithmonë. Janë lajmet pas pak në News 24. Unë ju lë takim e përsëris nesër në orën 17.